Anis Mehmeti është zyrtarisht lojtari i Ipswichit në Angli. Sot u kryen vizitat mjekësore për të ardhur më pas zyrtarizimit i transferimit. Kontrata firmosur me klubin e Championshipit është e vlefshme deri në vitin 2029. Shifra e transferimit nga Bristol City nuk është bërë publike. Kalimi te një klub tjetër i Championshipit nuk mund të ndalohej pasi sulmuesi shqiptar do të mbetej pa kontratë në fundin e sezonit. Mehmeti largohet si një nga lojtarët më të rëndësishëm të 2 sezoneve të fundit të Bristoli. Në total do mbaj kujtimin e 26 golave dhe 9 asisteve. Ky largim ndërkohë ishte paralajmëruar 3 ditë më parë. Kalimi tek Ipswich është një hap i madh në karrierë pasi Ipswich synon ngjitjen direkt në Premier League. Aktualisht mban vendin e 3 në renditje me 2 pikë më pak se vendi i dytë. Trajner te klubi i ri i Mehmetit është Kieran McKenna, 39 vjeçari anglez konsiderohet si një nga më premtuesit.